Mirëmbrëma të gjithëve. Do flasim diçka rreth temës që keni ju. Udhtoj me Krishtin, eci me Krishtin. Udhtoj me Krishtin. Do ju bëj një pyetje, po s'do përgjigjeni, vetëm thjesht ta keni në mendje ju. Çfarë do thotë që udhtoj me Krishtin? Për ku udhtojmë? Se udhtimi gjithmonë ka kuptimin që ka një destinacion përfundimtar. Mendoni rreth këtyre fjalëve, sepse dëgjojmë shumë fraza nga Ungjilli, por duhet edhe të meditojmë rreth tyre. Unë do lexoj një pjesë shumë të shkurtër nga Ungjilli. Dje isha në manastirin e Shën Jan Vladimirit, ku është kampi i vajzave, dhe atyre ju lexova një pjesë tjetër. Aty ku thot Zoti, unë jam udha, e vërteta, jeta. E ku thot Zoti, unë jam udha, do thot që është udha e shpëtimit. Dhe u thash atyre që ne kemi një fjalë shumë të bukur në Shqip, një fjalë teologjike. Të ligun, djallin, e quajmë i paudhi, që nuk ka rrugë, s'ka udhë. Ky është kuptimi i fjalës i paudhë, që nuk të çon asgjë kundi duke udhëtuar, se mund të thosh dhe ma tjetrin, por nuk të çon asgjë kundi. Udhtimi me Krishtin është rruga e vërtetë, që na çon në drejt shpëtimit. Por ka dhe një episod tjetër në Ungjil, kur dy nxënësit e tij udhtojnë me Zotin. Këtë do ju lexoj. Edhe ja dy veta prej tyre ishin duke shkuar atë ditë në një fshat që quhet Emaus, që ishte 60 stadë larg nga Jerusalemi. Dhe ata flisin në mes tyre për gjithë këto që kishin ngjarë. Dhe kur po flisnin e diskutonin njëri tjetrin, u afrua edhe vetë Jesui e ecste bashkë me ta. Po sytë e tyre mbaheshin për të mos e njohur atë. Edhe ju tha atyre, që janë këto fjalë që flitin njëri me tjetrin duke ecur? Dhe pse jeni të vrenjtur? Edhe njëri që kishte emrin Kleopa u përgjigje tha, vetëm ti që ke i huaj në Jerusalem dhe s'pas ke marrë vesh se që janë bërë në këto ditë? Dhe ju tha atyre, cilat? Ata i thanë, punët e Jesu Nazaretit, i cili që një njëri profeti fort në punë në fjalë për para Perëndis dhe gjithë popullit. Edhe si kryepriftëritë të parë tanë dorëzuan për dënim e vdekje dhe kryqëzuan. Dhe ne shpresonim se ishte ai që kishte për të shpërblyer Izraelin. Po mbi gjitha këto, sot është dita e tretë që kurse u bën këto. Por na habitën disa gra prej nesh, të cilat shkuan shpejt që me natë në varr. Dhe pasi nuk e gjetën trupin e tij, erdhën duke thënë se kishin parë një pamje ëngjësh, të cilët thanë se ai rron. E disa nga tanët shkuan në varr dhe gjetën ashtu siç tan gratë, pa të nuk e pan. Atëherë ai u thot atyre, o të marrë dhe të vënuar në zemër për të besuar gjithë ato që folën profetët. A nuk duhet të pisonte Krishti dhe të hynte në lavdinë e tij? E duke zënë që nga Mojsiu dhe që nga gjithë profetët u shpjegonte atyre ato që ishin shkruar në për të gjitha shkrimet. Dhe u afruan në fshatin ku po vinin. Dhe ai bëri sikur kishte për të shkuar më tej. Po ata e shtrënguan tepër duke thënë, rri bashkë me ne, sepse është ndaj të ngrysur dhe dita u thye. Dhe ai hyri për të qëndruar bashkë me ta. E si ndeti në tryez bashkë me ta mori bukën e bekoi dhe e theu dhe u ndau atyre. Atëherë u hapën sytë e tyre dhe njohën, para i humbi prej syve të tyre. Dhe ata i thanë njëri tjetrit, a nuk digjej zemra jonë ndër ne kur na fliste udhës dhe na zgjidhte shkrimet? Kjo është pjesa që u lexova, dhe nga të gjithë etrit e kishës është parë si udhtimi me Krishtin. Dy persona që kishin qenë pranë Krishtit, Kleopa, sipas traditës, ishte vllai i Josifit, dhe tjetri shumë mendojnë që mund të ishte vetë Luka, apostulli Luka, i cili ka shkruar këtë, ose njëri nga nxënësit e tij. E ndonë ato kishin jetuar bashkë me Krishtin, përsëri ky udhtim i bëri ata që të ndriçoheshin akoma më shumë. Kur e takuan, sytë e tyre thotë ishin mbajtur që mos ta njihnin atë. Dhe ishin të shqetësuar, mërzitur, sepse shpresonin që ai do vinte të shpëtonte Izraelin dhe kuptonin shpëtimin nga ana e jashtme, që do bëjë mbret i Izraelit, e do mundë romakët e do i prezente.
ndërsa nuk e kuptonin akoma krejtësisht thellë që Zoti ju kishte thënë atyre që mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Është një mbretëri shpirtërore. Është një mbretëri e një lloji tjetër. Ajo që solli Krishti të re, nuk është se Krishti erdhi për të bërë një revolucion ekonomiko-shoqëror, për të përmirësuar disa kushte ose për të bërë. Erdhi për të ndryshuar njeriu nga brenda. Nëse zemrat e njeriu të pastrohen, s'ka nevojë për shumë rregulla. Nëse do ishin gjithë shenjtë, s'kishte nevojë për shumë, as do kishte korrupsion, as do kishte padrejtësi, as do kishte grabitje, as shpifje, as thashetheme. Nëse njerëzit nuk do realizojnë shpëtimin nga brenda, nuk mund ta bëjnë dot nga jashtë. Çfarëdo gjë që të bëjnë nga jashtë, nuk mund ta bëjnë dot pa pastrimin e zemrës nga brenda. Dhe pastrimi nga brenda vjen kur ne realisht e kuptojmë qëllimin përfundimtar ton. Kush është qëllimi përfundimtar i njeriu? Kush është fitoria më e madhe që mund të ketë njeriu në jetën e tij? Është pikërisht që të fitojë mbretërinë e qejve. Nëse ne besojmë në Krishtin, e besojmë në Zotin, besojmë që me vdekjen nuk mbaron jeta e njeriu. Njeriu është krijuar si qenie e përjetshme, por destinacioni përfundimtar i tij vendoset nga ne. Do udhtojmë me Krishtin për shkruar drejt mbretërisë së qejve, apo do udhtojmë atë tjetrin që nuk ka rrugë, që nuk shkojmë asnjë vend, po shkojmë drejt humbjes. Prandaj dhe udhtimi për në fshatin Emaus me këto dy përfaqëson çdo udhtim tonin me Krishtin. Me gjithë dyshimet që mund të kishim ne, me gjithë shpresat që mund të kenë njerëzit. Se dhe sot shumë njerëz e besojnë në këtë formë, që do besojmë Perëndin, e Perëndia do na mbushi me bekime, po bekime nga jashtë. Pasurira, shtëpira, jetë qetë, mirë e gjithën. Shpeshherë nuk do kështu. Sepse po vetë Zoti na thotë që kush dëshiron të vi pas meje, të mohoj veten e tij, të marrë kryqin e të vi pas. Çfarë do thotë me këtë fjalë Krishti? Ja do ju bëj një pyetje unë. Çfarë do thotë që të mohojmë veten tonë? Te pyetja e bëra dhe në kampin që isha atje. Ka dikush që mund përgjigjet? Çfarë thotë që të mohojmë veten tonë? Kur thotë Zoti të mohojmë veten tonë, nuk thotë realisht veten tonë, po pseudo veten. Sepse njeriu krijon një pseudo vete, që bëhet një parazit i tij. Dhe kjo ndodh kur ne jemi krenar. Ndërtojmë një imazh të vetes tonë, atë që duam ne të jemi, ose atë që duam ne që të tjerët shohin tek ne. Dhe gjithë raportet me njerëzit e tjerë ne I vendosim duke mbrojtur këtë parazit, atë që shkatërron veten reale. Prandaj dhe Zoti na kërkon ne që ta heqim të pseudo veten. Le të gjejmë veten tonë reale që është. Si thohet për atë djalin plank prishës, kur u pendua. Dhe djali thot erdhi në vete, që do thot deri në atë kohë vete. Prandaj dhe Zoti na kërkon ne që të largohemi nga kjo gjë, ta shohim realisht se kush jemi ne. A nëse do I shohim nëse kush jemi ne, padyshim do shohim shumë dobësitë tona. Dhe nëse do I dallojmë këto tek vetja, sepse në përgjithësi njerëzit mendojnë gjithmonë që ata janë të mirë, e tjerët janë të keq. Ai është I drejtë dhe tjerët nuk janë të drejtë. Shenjtorët nuk mendonin kështu, mendonin të kundërtën. Madje thonin të tjerët kanë drejtë dhe unë kam gabim. Sepse kishin filluar të pastroheshin shpirtërisht. Dhe ky pastrim kishte ardhur nga udhtimi që bënin ato bashkë me Krishtin. Çfarë do të thotë për ne të udhtojmë sot me Krishtin? Do thotë që gjatë gjithë jetës tonë të ecim sipas mësimeve që vijnë nga mësimi I Zotit, që na kërkon jo vetëm urdhërimet që janë klasike 10, por na kërkon edhe të tjera. Ti duam armiq, ti duam tjerët si veten tonë, mos ju bëjmë tjerëve atë që të tjerët ne nuk duam ta I bëjnë neve. Nëse do ecim sipas këtyre rregullave, udhtimi jon do bëjë një udhtim shumë I bukur. E nuk ka udhtim më të bukur se sa njeriu të udhtojë me Krishtin gjatë gjithë jetës së tij. Por duhet ta kemi parasysh që udhtimi me Zotin nuk është I lehtë, e nuk është një ditë, e nuk është gjatë gjithë jetës sonë. Është një maraton e gjatë. Prandaj dhe Zoti në Ungjell na thot, lum kush do duroj deri në fund. Duke udhëtuar me Zotin, zemra jon do ndjej dhe gëzimin.
mendja dhe do filloj të ndriçohet ngadalë. E do I shikojmë gjërat siç janë, jo siç shpeshherë I shohim nëpërmjet pasioneve tona. Kam treguar një histori, e do t'ja tregoj edhe sot. Një mbret thirrri këshilltarët e tij dhe I tha: do më gjeni dy njerëz, thot, njeriu më të mirë në mbretëri dhe njeriu më të keq. Dhe ikën këshilltarët, u endën 2 muaj, 3 muaj nëpër mbretëri dhe si përfundim zgjodhën 2, njërin që menduan që ishte më I mirë dhe tjetrin që ishte më I keq. Dhe sollën para mbretit. Dhe ky u tha atij që ishte I mirë: do shkosh në mbretërinë, thot, gjithandej do të më gjesh një njeri të keq, ma sjellësh. Atij të keqit I tha: do shkosh e të më gjesh një të mirë. Shkuan dhe këto 2-3 muaj nëpër mbretëri dhe erdhën duar bosh, sepse ai I miri s'kishte parë një të keq. Syri I tij ishte I pastër. Ai I keqi s'kishte parë as I të mirë, sepse I mendonte të gjithë tjerët si vetja e tij. Nëse ne nuk e pastrojmë syrin ton në këtë udhtim me Krishtin, nuk mund t'i dallojmë gjërat reale siç janë. Duke u bërë të mirë, do jeni të mirë jo vetëm për veten tuaj, po do jeni të mirë edhe për njerëzit që janë rrotullush. Sepse në botë ka shumë të keqe që nuk vjen nga jashtë, vjen nga brenda zemrës njeriut. Njerëzit I përhapin ato. Të gjithë për shembull, kur bëjnë thashëtheme për tjerët, I duket në rregull. Kur bëjnë për atë, revoltohet. Kur shpif kundër tjerëve, duket në rregull. Kur shpifin kundër tij, zemërohet. Një udhtim me Zotin do thot largimi nga këto gjëra. Duke u larguar nga e keqja, ne mund të jemi me Zotin. Atje ku është Zoti nuk mund të jetë dot e keqja. Atje ku është e keqja nuk është Perëndia. Prandaj udhtimi me Krishtin duhet të jetë për gjithë secilin nga jo një udhtim shpirtëror, një udhtim pastrimit, mendjes dhe zemrës, për të bërë çdo ditë akoma dhe më të mirë. Se ndryshe nuk do ketë kuptim as lutjet, as përpjekjet, as diçka tjetër që bëni. Shumë njerëz mund të kenë 30 vjet që mund të vinë kish. Dhe shpeshherë ndoshta më të mirë kanë qenë ditën e parë se sa pas 30 vjetësh. Nuk mjafton vetëm thjesht të vim në kish. Në kish vim për të shëruar shpirtërisht. Kisha është një spital. Nuk vim vetëm thjesht për të ndjerë mirë. Ndjehemi mirë masi shërohemi. Po që të shërohemi, Zoti na kërkon që përveç se të mohojmë veten, duhet marrim dhe kryqin. Që do thotë duhet kemi dhe shpirtin e sakrificës. Por sakrifica nuk e dëmton njeriu. A dikur njerëzit bënin shumë sakrifica për familjen, për shokët, për miqt. Sot nuk bëjnë më shumë. Njerëzit vetëm për vete. Smundja më e madhe shpirtërore e kohës është pikërisht kjo, egoizmi. Jo se kush vetëm për veten e tij. Dhe egoizmi e bën njeriu edhe krenar. Mendon vetëm për veten. Nuk do të di fare për tjerët. Por duke bërë këtë lloj jete, ne largojmë Zotin nga jeta jonë. E duke larguar nga Zoti nga jeta jonë, s'do kemi as ne gëzim në jetën tonë. As jeta jonë nuk do ketë një bukuri. Do jetë gjithmonë përplasje, sherrë, grindje, siç ndodh shpeshherë. Dhe nëse nuk fokusohemi tek vetja, do merremi me tjerët. E duke u marrë me tjerët, gjithmonë do krijon konflikte. Ju thash diçka shumë të rëndësishme dje atyre vajzave, po dua them dhe juve. Çdo kush nga ne nuk e ka garën me tjerët, por ka garën me veten e tij. Dhe për të ilustruar këtë, do ripërsëris një shëmbëltyr, një paraboli që tregon Krishti. Thot një njeri thot u largua dhe I dha një shërbëtori 5 talanta. Talanta është një fjalë fenikase që kishte kuptimin e peshës. Shumë 30 kg mund të ishte një talant ose argjend, varet si do ishte. Dhe më vonë mori kuptimin e dhuratës dhe sot ka marrë kuptimin e fjalës talent që themi ne. Nuk themi ne njeriu është I talentuar,
Kjo është një talentat, është një dhuratë që i ka thënë Perëndia. Dhe njëri t'i dha 5, njëri 2 dhe tjetrit 1. Pasi u kthyen pas një kohe të gjatë, ky që kishte marrë 5 i thot 5 talentat që më dhe, thot unë bëra 5 talenta tjera. I thot të lumt shërbëtor besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Dhe ai që kishte 2 i thot po të njëjtin gjë, këto 2 dhanë 2 të tjera. Dhe këti i thot të lumt shërbëtor besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Ai që kishte 1 e fsheu. Dhe ai u dënua. Zoti ja hoqi dha atij atë dhe ja dha atij që kishte 5. Çfarë do thot kjo paravoli për ne? Do thot pikërisht këtë gjë, që nuk ka njeri, çdo njeri kushdo qoftë, e ka një talent të tij. Dhe në vend që ta dyfishojë talentin e tij, ai merret me talentet e tjerëve. E kështu fillojnë ambicjet, fillojnë zilit, fillojnë sherrret, grindjet, do që të poshtërojë atë tjetrin, çmira, nga çmira vjen dhe shumë gjëra të tjera. Prandaj që gjithsekush nga ne, nga ju, nga të gjithë e ka problemin me veten. Dyfishoni talentin që u ka dhënë Zoti dhe jeni në rregull dhe përmbushni jetën tuaj. Jeta juaj do ketë gëzim, sepse këtë i thot dhe në paravoli, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Duke u marrë me tjerët, nuk do kemi gëzim. Sot njerëzit nxiten gabimisht shpeshherë për të qenë i pari, për t'ia kaluar gjithë tjerëve. Nuk është nevoja t'ia kalojmë tjerëve. Zoti kërkon nga ne që të dyfishojmë talentën që na ka dhënë. Çdo njeriu ka një talent. Njëri mund të kenë sport, tjetri në muzikë, tjetri në shkencë, tjetri në fusha të ndryshme. Nëse dyfishon atë, do jetë rregulloj për me veten. Duke vendos garen me tjerët, ai vendoset në një gjendje jo të rregullt shpirtërore. Prandaj dhe është shfaqur një sindrom shumë i rrezikshëm, ka qenë gjithmonë ai, gjatë gjithë historisë së njerëzimit ka qenë, është sindromi i krahasimit. Po me rrjetet sociale është përhapur shumë. Dhe janë shtuar shumë numret e depresioneve. Sepse dikush shikon rrjetet sociale, filani me pushime në Bahama për shembull. Do të ai e ka bërë jo, nuk është reale, po vendos një fotografi dhe vendos vetë veten. Ky ka kaq like, 300, unë s'kam 10. Dhe kjo e vendos atë në gjendje që dëshpërohet, sepse vendos garen me atë. Nëse doni që të çliroheni nga këto gjëra, është pikërisht paravolia që tregon Zoti për të dyfishuar talentin që na ka dhënë gjithë secilit nga ne. Gjithsekush do ketë përgjegjësi. Ai që ka 5 ka detyrë më të madhe se duhet bëj 5 të tjera. Po shpërblimi është i njëjti. Çdo kush që dyfishon talentin e tij, para Zotit, shpërblimi është i njëjtë. Sindromi i krahasimit bën probleme shumë të mëdha. Jo vetëm që njerëzit një pjesë e madhe kalojnë në dëshpërim, në depresion, po shpeshherë mund bëhen shumë agresiv kundër tjerëve. Dhe zelia dhe çmira mund ta nxjisë për të bërë akte të ndryshme, shpefje, postime të rreme kundër X-it. E të gjitha këto krijojnë në shpirt një hidhërim shumë të madh. Atje ku është e keqja, nuk ka gëzim, as ka paqe. Prandaj që mundoheni që të shmangeni sindromeve të krahasimit. Gjithsekush le të kënaqet me talent që i ka dhënë Zoti, e ta dyfishojë atë gjë. Duke u marrë me tjerët, nuk mund ndodhi. Dhe kjo mund të realizohet vetëm nëse ne ecim me Krishtin. Po ne ecim realisht me Krishtin. Jo vetëm thjesht ta kemi të shkruar, po ta kemi të shkruar në zemër këtë gjë. Të ecësh me Krishtin do thotë që çdo ditë duhet përpiqemi të jetojmë sipas mësimeve që thot Zoti. Si udhëtimi i këtyre dyve. Dhe në fund fare, në ndarjen e bukës, që simbolizon Eukaristin hynore, e njoftën Krishtin. Në fund, ne gjatë udhëtimit shpeshherë mund të kemi dyshimet tona, mund të kemi pritshmëri tjera që nuk realizohen. Po nëse durojmë deri në fund duke ecur në rrugën me Krishtin, në fund fare do e njohim atë. E njohja e Zotit është dhurata më e madhe që mund të ketë një njeri. Sepse njeri që fillo dhe njeh diçka nga Perëndia, padyshim që ka njohur dhe veten e tij dhe ka përmbushur veten e tij. Dhe udhëtimi i tyre mbaroi pikërisht kur e njohën atë
dhe u kthyen për një herë shpejt përsëri në Jerusalem. Dhe kjo histori e shkurtër është komentuar ka gjatë dhe nga etrit e kishës, sepse është simboli timit ton me Krishtin. Mundohuni që të udhtoni me Zotin, sepse jeta juaj do ketë një dimension shpirtëror. Mungesa e një jete shpirtërore në kohën e sotme e ka bërë jetën të varfëruar. Shikoni sa e varfëruar është jeta e njeriu sot, jeta fare. Vetëm një dimension shpirtëror i jep shpirtit njeriu një bukuri edhe jep një ndriçim. Edhe mendjen e bën më të ndriçuar. Udhtimi shpirtëror me Krishtin është fitoria më e madhe që mund të realizojë njeri. Në fillim fare ju pyeta pikërisht këtë gjë, që kush është fitoria më e madhe që mund të bëjë të realizojë njeri. Sot për fatin ton të keq, shpeshherë njerëzit e shikojnë vetëm suksesin e jashtëm. Dikur nuk ishin këto kategori. Sot kush arrin një pozitë, kush ka pushtet, kush ka para, quhet i suksesshëm. Dhe quhet fitimtar. Pavarësisht është i ndershëm apo është i ndershëm. Dhe një njeri që nuk i realizon këto gjëra, apo shumë i ndershëm, quhet dështak, humbës. Këto kategori nuk janë kategori që vinë nga Zoti. Madje edhe përpara nuk ka qenë këto. Kanë qenë kategoritë i ndershëm ose jo i ndershëm. Nëse ishe i ndershëm, do ishte edhe më i varfër, njerëzit e respektonin. Ndërsa sot nuk është më. Sepse është një shoqëri thjesht materialiste, një shoqëri që vetëm përpiqet të ketë një luks nga jashtë, pa një ndryshim të brendshëm. Por ajo gjë nuk e ushqen dot njeriu. Siç nuk mund të ushqesh me lugë zbrazur. Ti mund mbash lugën në dorë vazhdimisht, po ti nuk ushqesh dot. I vetmi ushqimi vërtet që mund të ketë njeriu dhe ndryshojë është ushqimi shpirtëror. Prandaj një jetë pa një jetë shpirtërore është një jetë e gjymtuar. Mundoni që të keni një jetë shpirtërore. Dhe jeta shpirtërore nuk është siç e paraqesin shpeshherë njerëzit, shumë me romantizëm ose me misticizëm. Jeta shpirtërore është duke ndjekur urdhërimet e Zotit. Madje edhe vetë Zoti si përgjigjet djalit të ri kur i thotë që çfarë duhet bëj që të fitoj jetën e përjetshme. E Zoti përgjigjet shumë thjesht, po shumë thellë. Ndiq urdhërimet, mba urdhërimet. Kjo është rruga. Të ecësh me Krishtin, të udhëtosh me Krishtin, do thot pikërisht këtë gjë, që të zbatojmë mësimin e tij. Ata që duan realisht Zotin, dhe vetë Zoti thot fjalët, ata që më duan mu, i ruajnë urdhërimet e mia. Edhe ne mund ta provojmë veten shumë kollaj. I ruajmë në urdhërimet e Zotit. Po që të ruajmë urdhërimet, fillimisht duhet i njohim urdhërimet. Dhe si mund të njohim urdhërimet ne? Duke lexuar Ungjillin, duke lexuar pjesë nga etrit e kishës, nga historitë e kishës, nga jetët e shenjtorëve, sepse ata u modeluan duke pasur Krishtin parasysh. Dhe ne mund të modelohemi duke pasur ata parasysh. Leximi i këtyre gjërave do ju ndihmojë. Shumë njerëz lexime të tjera, edhe kur nuk janë të dëmshme, nuk janë ndërtuese. Pjesa më e madhe janë informacionet kota, thashë theme, shumë gjërat që mund të lexosh në rrjetet sociale, thashë theme janë. Çfarë tha ky, si u përgjigje i tjetri, asgjë nuk fiton nga kjo gjë. I vetmi thesar që mund të fitosh është pikërisht studimi dhe leximi i librit të shenjtë, të Ungjillit, jetës të shenjtorëve, sepse ata do i japin jetës tuaj një dimension tjetër. Dhe pa të dimension, jeta është afar. I vetëm jeta shpirtërore i jep gjallëri. Dhe udhtimi me Krishtin kërkon këtë gjë. Fillimisht ta njohim, por nuk mjafton vetëm ta njohim. Duhet edhe ta zbatojmë. Sepse për shembull ti mund ta njohësh ushqimin, po pse hëngre, nuk të ngop. Dhe urdhërimet fillimisht duhet i njohim sikur janë, e duhet të përpiqemi të zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Nëse bëni këtë, jeta juaj do ketë një drejtim, do ketë një qëllim. E çfarë do lloj vështirësie që të hasni do e përballni, nuk do të trembeni nga asgjë. Një njeri që ka frikë Perëndije nuk i trembet njerëzve, s'ka frikë nga njerëzit. Ata që s'kan frikë Perëndije tremben nga njerëzit. Tremben nga rrofeja,
tremben nga stuhia, tremben nga çdo gjë. E kaloj jeta gjithë jetën frikë. Vetëm njerëzit që kanë frikë Perëndije nuk kanë frikë nga gjërat e tjera. Sepse nëse Zoti do jetë me ne, se thot psalmisti, kush mund të jetë kundra? Prandaj do doja që mundoheni të studioni pak mësimet e Zotit dhe pastaj të përpiqeni që të zbatoni në jetën tuaj të përditshme. Nuk ka gjë më të bukur se sa një udhtim me Zotin. Pas shumë e shumë vitesh ose dekadash, kur do ktheni kokën mbrapa dhe keni bërë këtë gjë, do filloni të kuptoni se sa shumë keni fituar dhe keni ecur në rrugën e drejtë. Sepse siç thot Zoti, unë jam udha, e vërteta e jeta. Dhe i tjetri është i pa udhë, që s'ka rrugë, është gënjeshtra edhe vdekja. Udha të çon drejt jetës plot. Dhe udha të çon drejt vërtetës. Në shekullin e parë dhe dytë, shpeshherë feja e krishterë njihej me fjalën udha. Sepse udha nuk ishte thjesht një doktrinë, ishte një person. Dhe ky ishte Jezu Krishti. E vërteta nuk është vetëm thjesht një doktrinë, është një person. Edhe jeta nuk është thjesht një doktrinë, është një person, Jezu Krishti. Prandaj thotë unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Mundohuni që të mësoni diçka nga këto dhe jeta juaj do marrë një gjallëri, do ketë një kuptim, dhe do jetë edhe një gëzim. Madje edhe në vështirësi të mëdha, gëzimi nuk do largohet, sepse prania e Zotit sjell gjithmonë gëzim, sjell dritë e sjell ngushëllim. Ju falenderoj për vëmendjen dhe shpresoj që s'ju kam lodhur.